Përshëndetje, mirë se erdhët në Reborn Albania dhe ja ku jemi sot në 8 mars, mbrëmjen e 8 marsit, këtu në Shqipëri. Nëse jeni në vende jashtë Shqipërisë, do të thotë jeni akoma duke festuar dhe jeni gjatë ditës në celebrim, në reflektim. Nëse jeni si unë, mirë se erdhët. I bashkoni të dyja bashk, edhe celebrimin dhe reflektimin. Në këtë moment të jetës sime është shumë herë do thoja më me kuptim, më celebruese, se në fundi çfarë celebrojmë? Celebrojmë jetën. Dhe ndërsa e festojmë nëpërmjet ritualeve të ndryshme, çfarë do të thotë kjo? Nëpërmjet takimeve, nëpërmjet drekave, nëpërmjet darkave, nëpërmjet dërgimit të luleve. Për shembull, mua sot më ka dërguar një vajzë një tuf lule shumë të bukur, të madhe, kam prur këtu, e përbër nga këta tulipan, por unë nuk e di kush është ajo. Ma ka prur anonime, më thanë është një vajzë me emrin Migena. Migena, nëse je këtu, ose kushto, nëse e dëgjon më vonë, të falenderoj nga zemra, më ke lumturuar me të dyja ngjyrat, që është ngjyra e verdhë, është ngjyra ime shumë e dashur, së bashku me ngjyrën që burgundy, thonë anglisht, në vedi si i themi në Shqip, por është vishnje e errët. Burgundy ka një përsierje, meqense jemi në kodin 22 sot, është një kombinim i të kuqes me purple, me manushaqen. Dhe është një nga ngjyrat që ka një frekuencë shumë të lartë në spektrum e frekuencës së ngjyrës. Kështu që e kam prur këtu të jetë me ju, meqense e bukura e kodit 22, e bukura e këtij kodi shfaqet dhe shprehet në jetën tonë nëpërmjet ngjyrave, nëpërmjet luleve, nëpërmjet romancës, pra të gjitha janë frekuenca të së njëjtës gjë. Mirë se erdhët edhe një herë në këtë mbrëmje të 8 marsit dhe në grupin e Rich Soul zgjedhëm që klasën e ditës së diel sot ta kemi nesër, në mënyrë që të festonin 8 marsin. Dhe ndoshta kishin planet e tyre. Megjithatë, unë mendova që nuk e mendova, më erdhi një dëshirë e brendshme, më erdhi një inspirim i brendshëm që të jem këtu në këtë bisedë live, që zakonisht e bëjmë të mërkurave, por nuk kam ditë fikse, sepse kam ndjerë gjithmonë që, në fakt, e kam ndjerë pikërisht ky kod 22 që do shpjegoj sot, që riu është këtu për tu shprehur dhe shpreja nëpërmjet fytit, dhe fyti është, kemi thënë, gjaku i zemrës, që zemrës spirituale, dhe është forma e shprehjes së realitetit dhe pjesës sonë hynore. Dhe kjo gjë nuk mund të kuadratohet, nuk mund të strukturohet, nuk mund të planifikohet. Dhe pikërisht këtë gjë, na e thot kodi 22, nuk mund të jetë e natyrshme, për një moment këtë dritën ta rregulloj pak, se më bie në sy. Dhe ndërsa për mua mund të ketë qenë e natyrshme në jetë, kjo puna e të shprehurit kur e ndjen. Dhe sot në fakt që përveç që i kam dedikuar shumë vite të kuptuarit të kodit 22, veçanërisht sot ka qenë një ditë për mua që e kam parë në një reflektim në gjithë jetën time, si është shfaqur, si është shprehur, dhe
si shprehet dhe si ndryshon nga viti në vit. Si që them gjithmonë, që kodet tona, të cilat janë shpreha jonë energjike, e unikaliteti tonë, por në këtë rast po flasim për një energji dhe një kod që është në fushë, është i aktivizuar këtë javë, kodi 22. Kodi 22 ka një emër, Grace. Dhe fjala Grace, që në shqip do të thotë, besoj, hi e shi, do preferoja më mirë ta mbajmë në anglisht fjalën Grace, sepse është një term që është ndërkombëtar, i përdorur, fjala Grace e gjen në Bibël, e gjen në të gjithë librat hynor, në të gjitha besimet fetare. Ka një fjalë dhe një esencë që quhen Grace, for the grace of God. Dhe ky kod 22 sot ka disa kuptime, por esenca e tij është pjesa jonë hynore. Është gjithashtu një energji shumë femërore. Dhe pikërisht sot është i aktivizuar ky kod në atë që quhet në linjën 2. Linja i jep një aromë të veçantë specifike çdo kodi. Pra, një kod, secili kod, dhe janë 64 kodet i jetës që shprehen jo vetëm potencialin universal, por edhe potencialin personal, unik të çdo njeriu. Pra, faleminderit ju që jeni këtu në këtë ditë feste. Unë jam e inspiruar të jem këtu, më duket është tamam vend i dur për faktin që këtë energji të kodit 22, siç e ndava edhe në story, do ta ndaj edhe me ju tani këtu, e kam në 2 vende shumë të veçanta në manualin tim njerëzor. E gjithë jeta ime është rrotulluar dhe do vazhdoj të rrotullohet drejt këtyre 2 kodeve. Por në fillim dua të shpjegoj pak çfarë është. Pastaj do ta përcjell edhe nëpërmjet çfarë kam kuptuar unë në jetë, sepse në fund të fundit ne mund të lexojmë nëpër libra, ne mund të ka njerëz tani që po pyesin dhe chatin, ChatGPT, patjetër për kodet e tyre, por një gjë është shumë e vërtetë. Nuk ka ChatGPT, nuk ka inteligjencë artificiale të japi qartësinë dhe plotësinë e shprehjes së një kodi. Nuk mundet. Dhe sa herë që analizoj një kod dhe reflektoj janë të dyja bashkë, të përcjella ose të kombinuara, të kombinuara, mirëmbrëma, faleminderit që jeni të gjithë këtu në këtë ditë të feste. Le të jemi së bashku dhe të kemi një bisedë nga ato që unë quaj Teo Gjaku. Është nga kodet më të rëndësishme, më të sofistikuara, më të pakuptuara në manualin njerëzor. Shumë nga ju mund ta keni të aktivizuar quhet me ngjyrë, shumë nga ju mund ta kenë të bardhë. Nuk ka rëndësi. Ne mund të kemi kodet me ngjyrë ose pa ngjyrë, ato kanë një shprehje të caktuar. Është si puna, e them gjithmonë, të themi në ADN-n ton fizike, sa të njohim, tani kemi filluar të njohim, të kuptojmë edhe ADN-n energjike në zinxhirin ton gjenetik. Që po kuptojmë dhe po na jep në një qartësi përtej shumë herë më thellë dhe përtej çfarë dinim vetëm nga aspekti fizik. E kam darë dhe do të ndaj vazhdimisht që do vi një moment që në botën e shërimit, në botën e zhvillimit të njeriut, të dyja janë, sepse shërimi fizik ose zhvillimi personal dhe spiritual janë teksa të veçanta, por në secilën nga këto, veçanërisht në fushën e shërimit fizik, në mënyrë të natyrshme do vi një ditë kur mjekët do kenë kartelën mjekësore me të gjitha të dhënat, analizat e gjakut apo analizat nëpërmjet matjeve të skanier apo MRI, si mund të quhen, dhe një pasqyrë dhe një kartel shumë e qartë e trupit energjik të njeriut, i cili në fakt
përfshin edhe trupin mendor, emocional, fizik dhe shpirtëror. Pra, jemi duke thënë që janë 64 kode energjike që shprehin 64 karakteristika të jetës së njeriut, që kanë të bëjnë edhe me zinxhirin gjenetik të njeriut. Dhe meqense këtë javë është aktivizuar kodi 22, dhe isha duke thënë që është një nga kodet më të sofistikuara në manualin njerëzor, bile dhe krijuesi i kodit gjenetik janë themi dy njerëz të ndryshëm, por është i njëjti sistem, manuali dhe kodi gjenetik, por krijuesi i kodit gjenetik i cili të themi e pruri këtë mençuri pas manualit njerëzor, kur flet për kodin 22, thot, nuk e kisha menduar kur që ndërsa do reflektoja dhe do shkruaja për kodet gjenetike, të kaloja aq thellë në aspektin e tyre spiritual. Dhe ka qenë kodi 22, një nga këto kode, e cila ose i cili e bëri reflektimin e tij dhe shkrimin e tij, atë që quhet kanalizimin e mençurisë që ai shprehu për secilin kod, ishte pikërisht kodi 22, i cili u quajt edhe një nga çelësat kyç master key në manualin njerëzor, siç janë edhe kodi 33, janë disa kode të caktuara, të cilat quhen janë master key, çelësa kryesor në jetën tonë. Dhe isha duke thënë që disa nga ju mund ta keni me ngjyrë që do të thotë në mënyrë konstante, ajo energji shprehet në jetën tuaj në mënyrë konstante. Keni ardhur në këtë jetë me një, të themi, me një dhuratë dhe një uri të strukturuar, ose është shumë e qartë për ju ajo energji. Edhe keni ardhur ta përdorni, ta aplikoni në jetë. Është si puna e babagjyshit vitit të ri, them unë, me thesin e dhuratave në kuris, po kështu është dhe kur kodet janë me ngjyra po të aktivizuara. Ndërsa kur janë të hapura, dhe nëse kodin 22 ju e keni të hapur, do të thotë që keni ardhur këtu ta mësoni këtë kod dhe të krijoni një mençuri për këtë kod. Dhe në fillim mund të hasni shumë vështirësi, kthehet, le të themi, nga dhimbja në fuqi, nëse e keni pa ngjyrë. Por gjithsesi, këtë javë keni të gjithë të aktivizuar, sepse është në fushën kuantike i aktivizuar, dhe të gjithë e ndjejnë, të gjithë në radhë të parë ju ftoj të bëni një thirrje të brendshme dhe sepse ndoshta mund të keni qenë në celebrim, mund të keni qenë në ambientin e festës, të gëzimit, dhe është gjë shumë e bukur. Por nga ana tjetër, sepse këtë thirrje na bën kodi 22, duam të kuptojmë që si jemi apo si po ndihemi brenda në lidhje me ndjeshmërinë emocionale, është një kodi 22 është jo vetëm shumë i sofistikuar nga ana spirituale, por edhe emocionale. Ndihet si një mall i brendshëm për diçka që ndonjëherë ti nuk di ta shpjegosh se çfarë është. Ndonjëherë mund ta dish, mund ta përcaktosh që shiko, ndjej një mall për këtë gjë. Ka një lloj nostalgjie të thellë. Ka një lloj përfshirje emocionale që ndonjëherë mund të kalojë edhe në gjendje depresioni. Këtu fshihet ajo që thuhet kapaciteti i njeriut për të ndjerë emocionin dhe për të krijuar nga ky emocion. Është shumë krijues, është energji shumë femërore. Dhe në fakt, ky kod është quajtur femëroria hynore, the divine feminine. Veçanërisht sot që është në linjën 2, 22-2, i ka dhënë një aromë dhe një shprehje shumë të veçantë feminitetit.
Dhe feminiteti nuk është vetëm te gratë. Dhe nëse ju jeni si unë, dhe si shumë të tjerë këtu, ndërsa festojnë këtë festë dhe duan të kemi thash rituale, çdo gjë, çdo festë, çdo zakon, për shembull të mblidhemi dhe të bëjmë një drek apo të çojmë lule, siç thash, grave në shtëpi, janë të gjitha rituale, zakone që janë vendosur në historinë e njeriut. Dhe ne njerëzit jemi qenie tribale, ne njerëzit jetojmë në komunitet dhe në komunitet vazhdojmë i bëjmë këto zakone, parahatër të zakonit. Dhe ka njerëz që jo patjetër duan të kenë të njëjta zakone, të njëjtat të çosh kartolina etj. Sa njerëz ndjejnë që duan ta festojnë këtë ditë në praninë dhe në veten e tyre, me ndoshta njerëz të afërt të dashur, të bëjnë reflektime të thella çfarë unë ndjej brenda meje, për çfarë unë kam nevojë, sepse ky kod ka në fakt, si çdo kod, 3 nivelet e tij, nivelin e hijes, nivelin e dhuratës dhe nivelin më të lartë, ajo që na krijon paqen, apo pjesa më e lartë hyjnore çdo kodi. Dhe kodi 22, ky kod kaq femëror, kaq i ëmbël, kaq i qetë, është si një kadife e butë, është një zë shumë melodioz, është një zë që vjen nga zemra. Kodi 22 është pure love. Është në fakt në qendrën emocionale dhe buron nga qendra emocionale, por ju kam thënë gjithmonë që 22 dhe 36 e gjithë qendra emocionale është në fakt përfaqësim i energjisë së zemrës. Ka shumë gjëra që i kemi ditur dhe nuk i kemi ditur shumë mirë, ose i kemi ditur në mënyrë të kufizuar. Duke menduar që zemra është vetëm ajo zemra që re dhe që qarkullon gjakun, tani mësuam që kemi edhe zemrën spirituale, e cila ndodhet dhe është këtu dhe ka të bëjë me identitetin ton, aty është ulur shpirti ynë, por kemi dhe një zemër tjetër që është në pjesën emocionale të njeriut dhe ka të bëjë me ndjeshmërinë tonë emocionale, me atë që quhet dëmshurinë. Dhe të dy ato kode, 22 dhe 36, të dy janë shumë të lidhur me zemra. Prandaj këtë javë ju mund të ndjeheni shumë herë më të ndjeshëm. Është një ndjeshmëri shumë e lartë emocionale. Përveç çfarë tham më parë, dhe kërkon një hapjen e zemrës, prandaj dhe dua t'ju ftoj që ndërsa festoni, është dhe një ditë shumë e mirë të ndaloni me veten. 22 nuk kam kod më reflektues, më femëror, më siç është vetë dyshi, është një dhunti e brendshme. Dyshi është energji që futet brenda vetes dhe pyet të zemrën. Ku jam unë? Ku përkas unë? Në linjën time, thot 22. Ku e kam humbur? Prandaj edhe në nivelin e parë, në nivelin e hijes, quhet jo ndershmëri, dishonest. Ku në jetë e ke humbur lidhjen me veten tënde, në kuptimin rrugën tënde. Ke dalë nga vetja jote dhe ne gjithmonë dalim nga shina jonë. Sidomos kur është në këtë linjën 22 dhe përpara se të vazhdoj me kodin dua t'ju sjell në vëmendje që dhe arsyeja pse doja të isha këtu me ju është sepse 22 në linjën 2 unë e kam në testin e parë të jetës në atë që quhet mësuesi rept, që shfaqet në moshën 28 deri në 33. Dhe nuk është që mbaroj ajo moshë dhe mbaroj provimi, por është, të themi, vëmendja, provimi kryesor është në ato 5 vite. Dhe kur i shkoj mbrapa, jo tani, por gjithmonë i kam shkuar mbrapsht në jetë, ju ftoj dhe ju,
për shembull nëse çfarë kodi keni në ato që quhet tek Saturni, por në këtë rast se qëndrojmë të fokusuar tek ky 22 dhe meqense e kam në atë pozicion në manualin njerëzor, dhe vërtet edhe në atë mosh më është paraqitur shumë në këto veçori të tija që ka, në radhë të parë të mbajturit edhe të menaxhuarit e jetës dhe në momente shumë të vështira me shumë hieshi. Dhe pikërisht dhe në atë kohë në jetën time ka ndodhur diçka shumë e vështirë. Ndoshta njerëz të tjerë do ta kishin përballuar shumë ndryshe nga unë. Bile arriti një moment që më vonë edhe ma kanë shprehur që si e ke menaxhuar dhe si nuk të pam të themi të rrëzuar, apo edhe në atë moment. Ndërkohë që unë e beja natyrshëm, sepse kjo ndodh kur e ke të aktivizuar. E beja natyrshëm, nuk e je si peshku në ujë, është diçka që është tëndja. Është tëndja dhe ti nuk e di që e bën ndryshe nga të tjerët. Mendon që të gjithë e përjetojnë në atë formë. Dhe është kapaciteti dhe aftësia për të përballuar ato emocionet apo dallgët shumë të forta të jetës me një hieshi, me një besim, sepse kjo hieshi në fund të fundit ka një esencë, prandaj quhet kodi 22 që është i lidhur shumë me hynore, që do të thotë ka besim, ka shumë besim, trast i jetën. Është shumë individual, është i lidhur me qarkun individual në manualin njerëzor dhe për faktin që është në linjën 2 këtë javë, këtë sot në fakt se nesër kalon në një linjë tjetër, na jep mësimin që në jetë, në momentet për pakuj, mirë se erdhët ju që po vazhdoni të vini. Pra na jep mësimin që në jetë, ndërsa ne bashkëveprojmë me të tjerët, se është në linjën 2, është shfaqet në partneritet, shfaqet në marrëdhënie me botën, ke mall për njerëz të caktuar, ose tham këto kanë ndjesi të mallit dhe të nostalgjisë, ka një lloj emocioni të dëshpërimit nëse ndjeni sot, janë të gjitha të kuptueshme. Dhe kodi 22 na mëson që në jetë, ndërsa mbajmë integritetin ton, do të thotë se prandaj quhet edhe ndershëm jo për moral, s'ka të bëj fare me moralin, i ndershëm me veten, i ndershëm që ti je në përputhje me linjën tënde. Dhe duke qenë se ne të gjithë jemi në partneritet me të tjerë, ne jetojmë me njerëz, nuk jetojmë vetëm, dhe mund të jetë partner në intim, në jetë intime ose në jetë sociale, nuk ka rëndësi. Ka rëndësi që duke jetuar dhe bashkëvepruar me të tjerë, ne ruajmë linjën tonë dhe jemi të përgjegjshëm për emocionet tona. Dhe pjesa tjetër ose njeriu tjetër ose personi tjetër ka një shans, një mundësi që të projektoj ty emocionet e ti dhe dua që ju t'jeni të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Ndoshta jeni duke kaluar ose do ta kaloni në këtë javë. Pra, personi tjetër mund të projektoj tek ty. Po, persona. Emocionet e ti. Dhe njerëzit kur janë emocione dihet që projektojnë gjendjen e tyre mendore, gjendjen e tyre emocionale. Dhe 22 na mëson pikërisht ti mba linjën tënde. Prandaj njerëzit që kanë punuar me emocionet, njerëzit që kanë mësuar dhe kanë një sistem nervor të kalibruar, dhe ky është qëllimi i gjithë kësaj pune që bëhet në zhvillimin personal dhe spiritual dhe këtu në Reborn gjithashtu. Të mjeshtrohet ky kalibrim emocional në mënyrë që kur ti të jesh në jetë dhe do jesh vazhdimisht në jetë me njerëz të tjerë,
me këta partner, kur ata të projektojnë emocionet e tyre, ti të qëndrosh në linjën tënde. Dhe në të njëjtën kohë me shumë hieshi. Se në fundit jemi njerëz, nuk ka njerëz hyjnor akoma, ka njerëz, humans, me të gjitha ndjeshmëritë dhe nevojat e tyre emocionale. Pra ti je i përgjegjshëm për emocionet e tua. Personi tjetër është i përgjegjshëm për emocionet e tij. Dhe nëse në jetë ne të gjithë fillojmë të jetojmë në këtë mënyrë, do kemi një balans. Dhe sigurisht do ketë raste që personi këtu do futet në botën e tij të brendshme të kuptoj gjendjen e tij, të kuptoj mallin e tij. Dhe pse ky mall paraqitet? Dhe nuk e kemi fjalën për mall romantikë. Mall është mall shumë i thellë. Në këto gjendje njerëzit kanë shkruar librat më të suksesshëm, the masterpieces, janë shkruar në këtë gjendje. Në këtë gjendje ti mund të marrësh vendime të rëndësishme në jetë, sepse kupton që diçka është ti je duke tradhtuar veten, është integritet me veten, por në të njëjtën kohë e bën edhe me shumë kurajo, se prandaj na duhet kurajo. Këtë na mëson 22-shi, hapje emocionale, kapacitet i lartë për të qenë i hapur emocionalisht, jo i fshehur. 22-shi në hijen e vet fshihet, ose është i turpshëm. Ju do ta gjeni veten ku jeni në këtë kandar, ka peshon kandari. Janë shumë forma të ndjeshmërisë emocionale, që krijohen si rezultat i kësaj ndjeshmërie. Ndonjëherë ne i shtypim shumë emocionet, ndonjëherë ne rebelojmë shumë, por ajo është tjetër bisedë, tjetër histori. Për tani duam të kuptojmë që ne si njerëz kemi ardhur edhe të shprehim emocionet. Nuk duhet kemi turp me emocionet. Në fakt, ky kod lidhet me kodin 12, i cili është kodi i zërit të së vërtetës. Është në fakt kodi i profetit, po kur të flasim për 12-ën. Si jeni ndjerë këtë javë, në lidhje me qoftë me emocionet, qoftë nevojën për të shprehur. Mund të shprehni tek njerëzit, mund të shprehni me veten tuaj, mund të shkruani, mund të krijoni, është shumë normale. Në nivelin e dytë, ky kod në dhuntin e tij ka pikërisht këtë fjalë që tham, very gracious, si quhet në anglisht, shumë i hishëm, ka shumë hieshi. Dhe këtu është një dhuratë e jashtëzakonshme që i është dhënë njerëzimit me këtë aftësi, me kodin 22. Pra, që ne në jetë dhe sa më shumë ne ta përjetojmë jetën me një hieshi, jo me egërsi, jo me reaksion, aq më shumë do na jepet, do na dhurohet bukurinë e jetë, besim, do ndihemi më të kanalizuar. Nuk ka kanalizim kur ne jemi të bllokuar. Dhe prandaj shumë njerëz që kanë këtë kod, sidomos të lidhur me 12-ën, në polaritetin e ulët, nuk kanë punuar me këtë energji dhe janë ndjeshmëri të cilat në varësi dhe nga kodet e tjera, Për shembull, po e shija sot manualin tim me planin që do dilja këtu dhe siç e thash, kam këto 2 kode në 2 vende shumë të rëndësishme në manual, në kuptimin njëri është në atë që unë e quaj testin, subjektin e parë të mësimit në jetë, që duhet kaluar me sukses deri në moshën 35. Dhe këtu kam 22 linjën 2, këtë që po flasim. Të njëjtin kod në linjën 5 e kam në atë që quhet plaga e jetës, the wounded healer. Këto 2 pozicione apo konfigurime në manualin tuaj njerëzor janë 2 testet e para që unë shoh në manualin e çdo njeriu që vjen në konsultim.
janë në mënyrë absolute vëmendja juaj, bashkëshoqëruesit, fuqia juaj, mësimi juaj në jetë. Derisa të mbyllen syt, unë do kem punë me kodin 22. Dhe kur është në linjën 5, në fushë do jetë për të gjithë, pas 2-3 ditësh, për mua e kam të gjithë jetën, sepse e kam të aktivizuar me ngjyrë, do të thotë që kur është në atë që quhet plaga e jetës, ose the wounded healer, të thotë që për mua është pjesë në radhë të parë e shërimit tim, dhe do shkruaj pyetjet tuaja në moment, dhe në radhë të dytë është kapacitet që unë sjell në këtë jetë për ta përdorur për të shëruar të tjerët. Në punën time, në misionin tim. Dhe çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kur e kam në linjën 5, 2 gjëra janë të rëndësishme. Në radhë të parë është në leadership. Si të përgatisim një leadership që të jetë i hapur, të mos ketë frikë të shpreh emocionet, të bëj biseda që të tjerët nuk e kanë kurajon, iniciativën dhe aftësinë për ta bërë edhe me hijeshi, por dhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Se prandaj ky kodi 22 që po flasim është nga kodet më të sofistikuara, sepse kërkon një balancë të jashtëzakonshëm, gjë që nuk është as pak e lehtë në jetë. Në mënyrë që të jesh edhe i drejtë për drejtë, por edhe të mos lëndosh tjetrin. Por nga ana tjetër, sidomos kur është në qendër emocionale të hapur, dhe nëse keni këtë kod, do të thotë që juve jeni komplet në polaritetin e ulët, në hije komplet të tërhequr. Nuk mund të bëni dot një bisedë ku ka një konflikt, sepse e shmangni konfliktin në çdo lloj forme në mënyrë të absolute, sepse flasit më në polaritetin e ulët dhe shikoj vazhdimisht këtë tendencë edhe këtë predispozit. Dhe prandaj vetë dua të jem një model, sepse në fundit çfarë kuptimi ka për mua që e bëj këtë punë nëse unë nuk i përdor dhe aplikoj kodet e mia, veçanërisht si linjë 6 që jam, që duhet përdorur në praktik. Do doja unë sot të mos dilja live, ishte një nga ato ditët që do doja të rija qetësi, dhe nuk është puna e qetësi fizike, por edhe në ato ditë që unë i quaj sushi rolls, edhe ja ku jam këtu, sepse pikërisht janë këto kode të mia që mua më inspirojnë të jem e hapur, në radhë të parë ta prej kodin tim. Kodet nuk janë të mbyllura me kyç. Nëse ka një mision që Reborni e ka shumë të rëndësishëm, nëse mund ta them në anglisht, është unlock your potential. Dhe të sjellin prosperitet për të gjithë, abundance për të gjithë. Si të gjithë të mësojnë të krijojnë dhe të kenë prosperitet. Ky është misioni kodit tim, por edhe i Ketit. Unlock your potential and build inclusive prosperity. Ja e thash. Po mendoj se ta them sa më mirë në anglisht, fillimisht. Unlock your potential, your unique potential, and build inclusive prosperity. Të hapim potencialin e njeriut dhe të ndërtojmë një prosperitet që është inkluziv për të gjithë. Jo më i elitës, jo më patjetër i njerëzve në fuqi, jo më patjetër njerëz që janë njojtur, të themi, për pozitat e tyre, për fuqinë e tyre. Në kohën e re, në epokën e re, në ekonominë e re, individi do marrë fuqinë, individi do bëhet krijues. Ajo që është e rëndësishme është që ky individ që po bëhet krijues, sepse dhe kodi 22 është shumë krijues, do ketë një ndryshim në 10 vitet, 20 vitet e ardhshme. Kodi 22 është e lidhur me 12-ën, 12-a është profesi. Dhe unë e kam në një vend po ashtu të caktuar që është e lidhur me profesit. Gjëra që kam ditur përpara 20 viteve, kur i kam thënë
njerëzit nuk i mendonin ose nuk i besonin dhe nuk ishte rëndësi. Të gjitha ndodhen në aspektin social, në aspektin ekonomik të jetës. Të njëjtën gjë ndjej dhe kuptoi dhe tani. Dy gjëra janë të rëndësishme. Njeriu të kuptoj potencialin e tij, vlerën e tij, mekanizmin e tij unik dhe të filloj të krijoj dhe se nuk varet nga ne. Këto janë gjëra që do ndodhin, janë profesi dhe është energjia që po vjen në këtë tokën e re. Do ndërtohet një prosperitet i ri, që është më inkluziv. Ju mendoni që është rastësi që bota po shfaqet në formën që po shfaqet tani? Një vajzë u zgjova sot mëngjes me një pyetje, mund të jetë këtu në live. Diana tha si mendon ti për luftën, kur ke thënë që po bëhet kaos, e kishte fjalën për luftën, edhe ka thënë filani një person nga këta që ndoshta flasin për parashikime, nuk i njoh dhe nuk kam interes të njoh, sepse nga mesazhi i saj kuptova që më shumë japi njerëzve frikë se sa i ndihmojnë. I thash jo, nuk rezonoj me këta njerëz dhe nuk e kam përmendur dhe as nuk dua të sjell tek ju profesi apo ato që unë mendoj vizione të së ardhmes, të cilat krijojnë dhe janë në gjendë të luftës. No, por di që ne njerëzit jemi krijues, ne njerëzit jemi, frekuenca jonë do sjellë ndryshim, sepse ne thjesht i përgjigjemi frekuencës së realitetit kuantik. Toka po krijon një frekuencë të re. Varet në botë tani ka ndodhur një polaritet, këtë dhe kemi të qartë përpara syve të gjithë. Dhe në këtë polaritet bota sigurisht është ndarë. Ju zgjidhni ku doni të përkisni. Në cilën botë, në cilën tokë. Detyra ime dhe kodi im 22 që është këtë javë për ju që erdhët tani dhe që është kodi im kryesor. Sigurisht unë kam kodet e temës i jetës apo diplomës i jetës, se cila ka rolin e tij. Por këto dy teste ku unë përmenda dhe që personalisht i kam, të dyja këto teste në këtë kod të kësaj jave 22, do të thotë që dhe testet e jetës janë ato që janë busulla e jetës sonë. Kam thënë gjithmonë, kur një doktor bëhet mjek, thotë u bëra mjek, edhe mora diplomën mjek, por ky mjek në fundit pse është mjek? Ky studioi çfarë? Anatominë, biologjinë, fiziologjinë dhe me radhë. Pra është kjo anatomi që ai mësoi, kjo fiziologji dhe kjo kimi që e bëri atë mjek. Kështu është dhe kjo puna e kodit 22 që e kam në këto dy vendosjet. Janë anatomia dhe biologjia e jetës sime. Po kështu dhe ju, varësisht çfarë kodi keni në ato dy pozicione. Pra, në përgjigje të asaj që po ndaja, është detyrë edhe njohje dhe profesi e shpirtit tim e drejtuar nga ky kod 22 që të kuptoj dhe të ndaj me ju që bota do i përkasi njerëzve që do jenë krijues, që do besojnë shumë tek fuqia e tyre individuale, që do kalibrojnë dhe mjeshtrojnë inteligjencën emocionale dhe kapacitetin të përballojnë jetën me hije shi. Grace. Dhe në nivelin e tretë ky kod quhet përsëri Grace. Janë vetëm 2 koda në 64 kodet e manualit njerëzor, që në nivelin e 2 dhe në nivelin e 3 kanë të njëjtin emër. 55 është liri. Në nivel të 2, në nivel të 3, liri. Po kështu dhe kodi 22. Gracious grace. Pra, në nivelin e 3 të çdo kodi, aty është paqja. Aty është e vërteta jonë, me e lartë. Aty është pjesa jonë më hynore. Dhe si që them gjithmonë, jo gjithë mund të vend tek niveli 3, është kërkon një dedikim dhe një ndërgjegjshmëri shumë të lartë, shumë njerëz po shkojnë, por të paktën të shkojmë te niveli 2 i çdo kodi.
ndërgjegjshmëria. Aty fillojnë zbërthejnë dhuratat tuaja, shfaqen e jetë, potenciali juaj. Aty fillon zhvillimi. Dalim nga hija, dalim te zhvillimi. Fillojnë hapen dyert, fillojnë ndihemi, wow, jemi në atë gjendje, fillojnë vërtet të krijohen, fillon të manifestosh. Nëse është shoqëruar me zhvillimin dhe atë pjesën e hijes që thamë të kodit 22, dhe hijet nuk janë diçka që mund të fshihen një herë dhe nuk kthehen kurrë, në mënyrë absolute jo. Hija e kodit 22 do më shoqëroj sa të mbyllen syt. Aq më tepër që i kam në këto dy vende. Por në të njëjtën kohë futet dhe shumë thellë. Disa nuk do futen ndoshta, nuk do arrijnë ta pastrojnë këtë kod në nivelin që unë kam vendosur se i kam në këto dy pozicione, këtë kod. Unë kisha zgjedhur diçka tjetër, por kam zgjedhur pikërisht kodin 22. Dhe diçka që kam kuptuar sot duke e parë të gjithë manualin tim edhe njerë, se sa herë që e shoh, sa herë që filloj të reflektoj aty, gjej diamante të reja. Dhe jam ndjerë sot dhe në kuadrin bilet dhe të këtij kodi 22 që në dhuratën e vet është gratitude, mirënjohje, se ti jesh në jetë i hishëm, apo ta përballosh jetën me grace, me hijeshi, do të thotë që ti jesh në mirënjohje dhe të kuptosh dhe lindjen dhe vdekjen. Pra, është një lloj pranimi. Dhe këtu fut edhe besimi që krijohet në jetë. Pra, është një lloj pranimi i jetës. Dhe në këtë pranim ti zgjedh që ta përjetosh këtë jetë me hijeshi. Nuk të shkund në një mënyrë të tillë që të nxjerrë nga rrënja, edhe të kalosh në gjendje të thella reaksioni, në forma agresive, në forma të shtuara. No, nuk ka lidhje. Këtë javë do ta çoni këtë ndërgjegjësim, këtë reflektim një nivel më lart. Prandaj dhe na kujton kjo javë nëpërmjet këtij kodi, përveç çfarë tham deri tani, por edhe si në jetë ke krijuar kapacitetin ta shohësh jetën me një lloj neutraliteti. Prandaj edhe këtu futet ai që unë e them, surferi, është ai sporti që ti të lëviz, të navigoj dalgën, dhe në momentin që vjen dalga, ti të manovroj dhe të marri veprimin dhe lëvizjen e duhur që dalga nuk e hedh poshtë. Është shumë fluiditet, është shumë fleksibilitet. Dhe në atë linjën e shenjave që po flisja, në këtë marrëdhënie me të tjerët, partnerin tim apo çdo lloj partneri, ti mëson të mbash linjën tënde. Nuk mund të bëhet një konflikt, një tension, por di shumë mirë të kalosh përsëri në linjën tënde. Jemi njerëz, gjithmonë jemi njerëz, sepse njerëzimi është esenca. Nuk jemi ne hynor, ne jemi humans, ne do kemi momente, ne do përjetojmë të gjitha emocionet negative, qoftë fajin, qoftë turpin, çdo gjë që vjen me pjesën emocionale të njerëzit. Por 22 që na bën në linjë. Edhe dim që të navigojmë dhe me finesë lëm tjetrin të mbajë gjën e tij dhe ne gjën tonë. Dhe secili, sepse është energji individuale, dhe secili zhvillohet me hijeshi dhe mban linjën e vet të emocionit, të përgjegjësive për emocionin e vet, të përgjegjësive për jetën e vet. Ku ka dal nga linja e trenit, them gjithmonë. Ku ne dalim nga vetja, ku kam dal nga shina e trenit tim, thot ky kod këtë javë.
Dhe ajo që është më e bukur është hynor. Është femërorja hynore, divine feminine. Dhe ndërsa femëroren dhe kodi 22 e lidh me të bukurën, me këto lulet e bukura, e lidh me një paraqitje shumë të butë të femrës, me zhvillimin e spiritualitetit në 20 vitet e fundit, janë paraqitur shumë forma dhe shumë shpreje. Dhe ne njerëzit e themi gjithmonë jemi makina, që japim gjërave një kuptim, dhe në momentin që shoqëria vepron në këtë moment, mendja jon modelon. Është një kapacitet që ka mendja dhe truri ynë modelon. Aq më tepër që duam të përkasim, se jemi në komunitet dhe duam të përkasim. Dhe fillojmë të modelojmë çfarë shohim. Por ju rikujtoj që bota zhvillohet edhe në fushën e zhvillimit spiritual, ne jemi duke mësuar gjëra të reja nga viti në vit. Dituria dhe përjetimi qoftë edhe se çfarë është vërtet. Spiritualiteti po ndryshon. Besoj dhe për ju, edhe ndjeni. Që do të thotë, kjo hynorja femërore nuk do të thotë patjetër të jemi poshtë hënës, me një fustan valvitës, apo me këto zbukurime, jo. Është sjellja, është butësia. Ti mund të kesh veshur dhe një fustan shumë të zakonshëm. Është mënyra se si ti përballon ngjarjet e jetës, se si e shikon, se si e prek jetën, se si e prek emocionin. Edhe emocioni do shumë delikates, do shumë gentiles. Edhe shërimi, sepse ky është një nga kodet më shërues në manualin njerëzor. Edhe shërimi do shumë butësi, prandaj është edhe energjia e femrës në këtë kod. Sepse femra nga natyra, edhe me këtu përfshi dhe meshkuj, ka meshkuj që kanë kodin 22, kanë patur fati të takoj, të trajnoj, ti njoh, është një energji shumë e bukur. Dhe nuk duam që ata ta fshehin këtë gjë. Sepse duam ta lidhim 22-shin vetëm me të bukurën. Përkundrazi, nga që e kam edhe në ato provimet, 2 provimet e mia të jetës 22-shin, dhe e kam parë, e kam testuar, e kam mësuar në gjithë format, është pikërisht ky kod që mua më ka bërë të lë një shprehje dhe një që dua të jetë legasi edhe në retreatin me ditës së premte me drejtorinë e shkollave e përmenda. Nga gjërat që kam mësuar në jetë, çfarë shikon nga jashtë nuk është patjetër e vërteta. Edhe kjo është e vërteta e kodit 22. Çfarë shikon nga jashtë nuk është patjetër e vërteta. Ose mund të jetë një iluzion. Thot kodi 22. Dhe unë e kam thënë që kur unë të mbyll sytë të iki nga kjo jetë, kur do që të jetë, të shkruhet në mur, në një letër të bukur që të jetë një nga legasit që kam kuptuar dhe mësimet që kam kuptuar në jetë. Edhe kam thënë të luajnë muzikë të bukur edhe të vallëzojnë në nderim të jetës. Të dyja këto mësime dhe 2 gjëra që i kam lënë që tani si testament gojor janë pikërisht mësime të këtij kodit 22. Unë nuk e dija kur i kam thënë këto gjëra, nuk e dija që ishte kodi 22 në manualin tim. Dhe me këtë duhet ju them që dëshirat tuaja të brendshme, mësimet tuaja të brendshme, gjëra që ju vinë natyrshëm, ju vinë sepse janë pjesë e blueprintit, e kontratës suaj të jetës. Dhe ajo profesia që sjellë gjithë ky kanal, nëpërmjet meje, nëpërmjet njohjes sime, thotë që po ndërtohet një tokë e re. Në vazhdim të pyetjes që u bë që si mendon për luftrat. Unë juftoj që të zgjedhim të shohim botën e re, frekuencën e re, edhe aty
do shkoj secili në varësi të çfarë do të zgjedhë mendja dhe ku do të shkoj. Sepse toka është duke bërë ndryshimin. Toka është duke sjellë ndryshimin. Pyetja është, a jemi ne duke zgjedhur tokën e duhur? Sepse dhe toka është duke bërë split, ndarje. Varet ku duam ne të shohim. Ka njerëz e ne gjithë po zgjedhim të jemi me këtë tokën e re, me këtë ekonominë e re, me këtë mënyrën e re të jetës. Dhe në këtë mënyrë të jetës do ketë gjëra shumë të reja. Keni dëgjuar dhe po e shihni se si inteligjenca artificiale ka sjellë dhe do sjellë shumë ndryshim. Ndonjëherë janë dhe flucka të caktuara, të cilat do ngrihen, do ulen, do ketë shumë nga ana ekonomike nuk është pjekur akoma të themi të tokëzohet në këtë tokën e re vërtet se si do punoj inteligjenca artificiale. Në këtë moment ka lëvizje, ka shumë lëvizje. Përsi puna në fushën kuantike ka lëvizje, ka dhe ndalesa, që quhen particles, manifestime. Në këtë moment ka shumë lëvizje të energjisë, që idera, eksperimente, po sillet në një teknologji e re patjetër se si do funksionojnë në tokë. Por ka ndërkohë dhe shumë teknologji të tjera, qoftë nga ana energjike, mënyra se si do prodhohet energjia elektrike. Nga ana njerëzore, se e di që ajo është pjesa më e rëndësishme për gjithë ne këtu, nga ana njerëzore ne do fillojmë, ndërsa duket sikur jemi larg, por do fillojnë njerëzit të duan të rinë më afër në komunitete të caktuara. Në vendet do ndërtojnë apo do takohemi për shembull, le të quajmë retreat, por forma edhe më ndryshe se sa retriti. Do jenë produkte të reja, që për tani ndoshta njerëzit disa i din, disa nuk i din, disa nuk e çojnë fare në mendje. Mund të jenë ato botën e tyre të përditshme. Realiteti është që do krijohen shërbime shumë të reja, produkte shumë të reja në këtë ekonomi të re. Patjetër, njeriu është qendra dhe kemi thënë gjithçka fillon me individin, tham pak më parë. Nuk do jenë më grupe elite, do krijohen individ milioner në skuadrat vogla. E kemi shpjeguar me orë të tëra që nuk do jetë më ai fenomeni fabrikave, institucioneve, ndërmarrjeve me shumë punëtor, në formë kallëpesh, të gjithë një lloj, është komplet një formë lëvizje e re se si njerëzit do krijojnë. Individi do marrë qartësi, fuqi dhe kuptohet me përdorimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, do ketë mundësi të krijojë shumë prosperitet. Shumë prosperitet. Dhe unë ftoj të gjithë ju të rinjve, filloni studioni çfarë ndodh në fushën financiare, çfarë ndodh në fushën e inteligjencës artificiale. Ndjej që në Shqipëri ka shumë vend për të zhvilluar kompetencë. Duhet ketë më shumë etje, rinia, për të mësuar dhe për të bërë gati për këtë ekonomi të re. Por gjithçka fillon duke kuptuar ju kush janë talentet, çfarë ju të rreq. Se për shembull, në rastin tim, nuk është e vështirë të kuptoj, nuk është e lehtë të kuptoja veten. Sepse unë kam një manual njerëzor shumë të aktivizuar. Dhe kur themi të aktivizuar janë shumë qendra të aktivizuara me energji konstante, me ngjyrë që quhen, portat, kanalet dhe triple split. Identiteti triple split do të thotë 3 energji të ndara në manual, që ndonjëherë për shumë herë ti je konfuze, do jem ky, apo do jem ky, apo do jem ky personaliteti këtu. Ky talenti këtu, apo ky talenti këtu, apo ky talenti këtu. Dhe manuali njerëzor ishte ai që më dha piketat. Më dha qartësinë që këto 3, të themi, qytete, t'i bashkoja dhe të kuptoja që çfarë është në kombinim e gjithë gjëja për mua. Nuk ishte as pak e lehtë
aq më tepër që qendrën e identitetit e kam të hapur. Dhe kur shija sot për kodin 22, meqense nisëm te mirënjohja dhe është java e gratitude të kodit 22, kam qenë në një moment të thellë, shumë të thellë mirënjohje për manualin që kam zgjedhur në këtë jetë. Dhe më kujtuaj që një mentoret e mia të para, kam pasur disa mentore në aspekte të ndryshme, por mentoria e manualit njerëzor, kur e pa, për mua atëherë ishte fillimi, tha, oh wow, you have a beautiful design, beautiful life. Dhe sot po e shija me vëmendje përsëri. Nuk e kam të lehtë andaj këtu, ndoshta në program do ta ndaj në klasat, në masterclasses, sepse duaj që ta hap. Dhe e kam darë dhe me ju që në trajnimin falas të janarit, kam folur për manualin tim dhe të Katit, si ilustrim që ju të kuptoni si funksionon manuali. Por ajo që pash sot edhe një herë është, më kanë testuar këto dy kodet e 22-shit, që përmenda këtu, por dhe më kanë ndihmuar shumë, sepse në fundit janë kode shumë të bukura. Nuk kam në manual njerëzor. Unë nuk e di e kam apo se kam. S'dua të flas për vete. Por në manual njerëzor nuk kam predispozita për ego, nuk be luft, mund të kem një karakter, një krenari, një besim të vetja, por kam zero ego në manualin njerëzor. Zero luft, zero dëshirë për rezistenca dhe qendrën e vullnetit, që është zemra fizike, dhe quhet edhe qendra e egos, që në krijimit material kam vetëm një kod, kodi 40, që nuk është shumë larg nga egoja dhe është shërbim, është punëtor i kategorisë 7 në drejtim të komunitetit. Dhe ata që më kanë njohur mua për 10 vite, e kuptojnë dhe e dinë se çfarë dedikimi kam unë në shërbim. Dhe thash, wow, Diana, i thash vetes dhe shpirtit tim, mirënjohse që kam zgjedhur këtë manual. Sigurisht në jetë të mëparshme mund të kem zgjedhur gjëra shumë më të vështira në drejtim të ballafaqimit me egon apo nuk e kuptoj luftën, nuk flas për luftën midis njerëzve, nuk e kam kuptuar dhe nuk dua të jetë në jetën time. Jam shumë e qartë, jam shumë intuitive, jam si identiteti i hapur, futem në identitetin e njerëzve kështu me njerë dhe e kuptoj shumë mirë ku e kanë, si janë, çfarë shehin, dhe prandaj këtë punë që bëj tani. Por aty, në atë identitet të hapur, se themi aty është dhe pika e dobët e njeriut, nuk ka asnjë lloj ego në qendrën e identitetit. Dhe u ndiva shumë mirë për këtë gjë. Dhe thash, Diana, Linda, do ta përdorësh sa të mbyllësh syt kodin tënd 22. Dhe ndërkohë që vitet kalojnë, jeta dhe mosha bën të vetën, nuk do lejoj asnjëherë moshën të marri bukurinë e kodit 22 tek unë, që është tek unë dhe të gjithë ju. Nuk ka të bëjë me bukurinë fizike, ndërsa e pëlqejmë bukurinë fizike, na thot kodi 22, është bukuria shpirtërore, ajo që nuk vdes kurrë. Ka një butësi dhe dëshirë për harmoni, është hynore në të kuptimin e vërtet. E pastaj u kujtova, prandaj kanë zgjedhur dhe emrin Diana. Në një farë kohë në atë moment, dhe mua mi e përgjegjësi, unë çdo gjë e shoh përgjegjësi në jetë. Mi e përgjegjësi si ti bëj gjërat edhe më mirë, çfarë të ndaj më qartë, sepse qartësia është pjesë e gjithë kanalit 12-22, çfarë profesie të sjell për njerëzimin, në mënyrë që të përjetojnë bukurinë e jetë dhe harmoni. Jo konflikt, nuk ka konflikt tek 22-shi, përkundrazi, ndihet
zëri i 22-shit preket kur ka konflikt të pa nevojshëm dhe kur prishet butësia, por nga ana tjetër, dua për gjithë ju. Juftoj të martën kemi masterclass në Lighthouse, juftoj të jeni të martën aty, ose do ndalim më bukur edhe në këtë manifestin unik, por meqense jemi këtu dhe duke folur për butësinë e femrës. Kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që ju të bëheni kalimi, apo nënshtrimi, apo të dilni nga vetja, apo t'ju mohojnë, apo t'ju ulin për faktin se ju doni të mbani butësinë dhe hieshin e këtij kodi. Ju mund ta mbani butësinë. Ju me shumë kurajo. Kurajo nuk do të thotë që ti për lufton për diçka të padrejtë. 22-shi na mëson si ta bësh, jo çfarë të shmangësh, sepse ti mund të mos aplikosh hieshin, sepse 22-shi rigret gjërat, ndihet më vonë, nuk e zgjumi natën, më vonë nëse ka krijuar disharmoni apo ka krijuar ashpërsi. Ka shumë pishmallëk, le ta quajmë. Më vonë, nëse në një moment, dhe është normale, është shumë normale, ka patur reakcion emocional, mund të ketë shpërthyer. Absolutisht në jetë do keni momente të tilla, na thot ky kod. Sepse është buron nga qendra emocionale. Por duke mësuar notin i jetë dhe duke rregulluar sistemin nervor, ka kode të tjera që kanë të bëjnë me sistemin nervor, për shembull 52-shi. Prandaj edhe unë, meqense dhe ta mbylli me një diçka që mua më pëlqen ta ndaj me ju këtu, rregullimi i sistemit nervor, na thot kodi për shembull 52 apo të tjerë, krijojnë dhe ta bëjnë më të lehtë pastaj që ta përballosh jetën me hieshi. Mund të jesh 100 vjeç dhe mund të jesh shumë hieshi, në hieshi dhe i bukur. Nuk do të thotë, kam thënë gjithmonë, bukuria të jetë, thonë të manikyr, absolutisht. Unë do preferoja më mirë të ndjeja duart e mia të lëvizin me shumë hieshi, dhe kam parë duar që mund të jenë me shumë manikyr të gjatë, por nuk janë as pak fluide apo as pak në kuptimin e butësisë që energjike që përcjell kodi 52, më fal 22. 22-shi është zë dhe emocion që harmonizon dhe që sjell pikërisht frekuenca të larta hyjnore. Edhe kjo gjë këtë javë juve mund t'ju ndihmoj të dëgjoni muzikë në harmoni, të prekni një gjë të butë. Çfarë mund të jetë diçka e butë që juve ju sjell në trup ndjesinë të butës, në mënyrë që të dërgoni sinjale të reja në trup. Edhe sistemi nervor e ka shumë të nevojshme me të rirregullimi i sistemit nervor, kërkon shumë gjentilesë dhe butësi. Është në një moment tek pyetjet dhe nuk kam bërë dhe një video, por do ta përcjell dhe këtu. Është një metodë që ju mund ta përdorni keni dëgjuar për tapping, emotional freedom technique, për lirimin emocional. Unë tani përdor edhe spiritual freedom technique, like teknika e lirimit emocional përveç të teknikës së lirimit. E lirimit emocional dhe spiritual. Dhe mund të vendosni dorën këtu, kur ju thoni për shembull megjithse ndjej një mall, folëm që 22-shi ka të bëjë me mall, longing që quhet në anglisht. Mall për diçka që
ka qenë në të kaluar, një nostalgji, mall për veten tënde, mall për një dëshirë tënde. Dhe e sill dorën në zemër, këtu është zemra spirituale, kemi thënë, dhe lehtësisht, butësisht mund ta fërkosh. Megjithse ndihem e dëshpëruar, dëshpërimi është pjesa e përjetimit të kodit 22, megjithse ndihem e dëshpëruar, jam plotësisht këtu me këtë emocion, e dua, e nderoj, e dashuroj veten time 100% dhe plotësisht. Së bashku me frymarrjen dhe së bashku me fërkimin e butë të kraharorit, do ndjeni një lehtësi, duke thënë dhe duke pranuar veten dhe dashuruar veten, pavarësisht nga ky emocion. Sepse kodi 22 në thotë ne jemi e emocionet dhe i duam emocionet. Dhe bëhemi mjeshtra të emocioneve. Me shumë gentilesë dhe hieshi, po lexoj pyetjet tuaja para se ta mbyllim. Faleminderit Aurora, faleminderit. Ngrohtësi, dhe ngrohtësia nuk do të thotë që ne, duke qenë që të jemi dhe duam të jemi të ngrohtë, të shprehim të vërtetën tonë. Se këtu vjen bllokimi i kodit 22 i bashkohet me 12 në fyt. Këtu vjen pastaj tiroidet, vjen bllokimi i komunikimit, sepse nuk do, ka frikë të jeti drejt për drejt, ndërkohë që gjithë ky kanal është drejt për drejtësi, hapje. Të jesh i aftë të komunikosh, pavarësisht që mund të ndjesh emocion, sepse e përjeton në të njëjtën kohë, edhe emocionin, edhe zërin, edhe komunikimin. Sepse është e mundur, dhe të dyja janë okay, janë perfect. Yes. Keni për komente, ndoshta pyetjet janë më lart, mund t'i shkruani nëse kanë një pyetje. Këtë dohet të ndaja sot, në nderim të kësaj energjie të jashtëzakonshme të bukur që na përcjell kodi 22, dhe në nderim të shpirtit tim që kam zgjedhur të kem këto dy kode, një pjesë shumë të rëndësishme të jetës sime, sa të mbyll syt. Do jemi në rritje dhe në prekje dhe në kuptim të tyre dhe në transmetim të tyre, sepse janë kodet e transmetimit. Është i lidhur kodi që është partner, i kodit 22 është 47, është një tjetër kod që kam gjithashtu shumë të theksuar, sepse janë partner ata, programues të njëri tjetrit, që ka të bëjë me kodin mendor, është antena universale e lidhjes, që është abstrakte, është artisti. Të dyja këta janë kode artistësh, edhe 22-shi edhe 47-a. Por 47-a ka një dilema apo një sfidë të madhe, mbart shumë karma nga e kaluara dhe ka ardhur të fshi nga modeli mendor i njerëzimit gjithë memorien karmike të jetëve, personale edhe të tjerëve. Pra, ka të bëjë me atë opresimin mendor, dhe meqense 22 lidhet me 47-ën, kam punuar një jetë të tërë me këta të dy, që unë arrit të dale dhe të shprehen për këtë gjë, lirshëm. 47 është opresimi mendor i njerëzimit. Është këtu ku ata e mbajtën njerëzimin sklever të mendimit të vjetër, sklever të mendimit të kuadratuar, ose të sklever të mendimit logjik. Në 400 vitet e fundit i futën në logjik, prandaj dhe kur pash manualin tim sot thash, wow, hapësira e kokës ime është brillante, në fakt çfarë kam zgjedhur, thank God.
Ka logjikën e ka vetëm te kodi 16 në komunikim që është mastery dhe në tokëzim tek fokusi. Me thënë është një kombinim i artit me logjikën në një mënyrë brillante dhe pa luftra, pa rezistencë, pa konflikte, pa sfida të natyrës njerëzore. Por kuptohet kam punuar shumë me 47-ën për të kuptuar kush janë këto, edhe gjitha i programe që kam bërë për mendjen, nuk kam bërë vetëm për spirituale, dhe për mendjen, NLP, që janë programe të transformimit dhe të ndryshimit të mendjes dhe të sjelljes, në mënyrë që ai kanal të hapej plotësisht dhe pastrimi hap gjërat automatikisht dhe kur pastrohet ti fillon të marrësh mendime të reja të pastra. Është frekuencë e pastër që hyn dhe sa më shumë ti zhvillohesh, sidomos kur vazhdohet manuali njerëzor dhe ju që keni provuar dhe po e provoni të jeni pjesë e studimit të manualit njerëzor dhe kodeve gjenetike, jeta juaj nuk është me një lloj. Secili nëse ju që jeni këtu dhe ata që janë kudo ku janë, e kanë provuar që jeta juaj nuk është më një lloj. Në drejtim të kapacitetit, të intelektit që merrni për jetën, për mënyrën se funksionon njeriu, për mënyrën se e shihni jetën dhe se si arrini të artikuloni. Të gjithë studentët e mi bëhen mjeshtra ose rrisin një shkallë apo 2 shkallë të artikulimit. Mjaft duke kuptuar dhe studiuar manualin dhe kodin gjenetik. Të martën, përpara se të mbyllim, të martën jemi në Lighthouse dhe tham që muaji mars ka energjinë e bazamentit. Oh, yes, ja këtu i pas kam gocat, Marsona, po, Sidorella Sphinx Experience, kemi folur për Sidorellën të retriti, do i flas pak për retritin, eksperiencën të premten që kishim retritin në drejtorinë e shkollave, quhet ai institucione pa organizat këtu në Tiranë. Unë isha në qiellin e 7. Pse? Si profil 4-6 i dashuroj grupet e vogla. Dhe e shkruajtëm edhe në post. Kishim përgatitur një plan me Keidi. Do ta them Sidorella pse të përmendëm aty dhe disa nga gratë të njinin. Ato na bën një kërkesë që duam që për 7 marsin të përjetojmë diçka ndryshe. Unë them gjithmonë me humor, njerëzit nuk duan të hanë më byrek dhe qofte për 7 mars, duan të bëjnë dhe këtu do vi dhe kjo është pjesë e ndryshimit dhe ekonomisë që unë përmend. Dhe njerëzit duan të kenë përjetime të reja. Dhe sidomos ai grup, ato janë Keidi kishte takuar më parë dhe tha janë gra shumë të avancuara. Dhe që nga drejtuesja, por dhe stafi, ekipi, ishte zgjedhur në një vend spektakolar, te Il Paese në Pes, dhe ndërsa kisha bërë një plan, edhe rrugës me Keidin po bisedonim që çfarë do jetë plani sipas orarit, aty thash vetes. E di çfarë i thash? Në këtë moment kam krijuar dhe sigurinë, konfidencën që kudo kur shkoj mund ta strukturoj dhe mund ta krijoj shumë lehtë dhe mirë çfarë duhet dhe çfarë duhet ofruar. Tash do shoh nevojat, do njoh ato gra, do kuptoj çfarë duan, por kam gjetur dhe kam kuptuar një gjë Ribor. Kam kuptuar një gjë. Ndërkohë që kishim rreshtuar teknika, metoda, nuk ka teknik, metodë më liruese, shëruese dhe zhvilluese se sa bisedat te Kojaqu. Për ata që e dinë se çfarë jam duke thënë. Bisedat te Kojaqu nuk janë biseda që mund t'i bëjë çdo njeri, çdo grup apo mund t'i drejtojë çdo drejtues. Dhe këta janë njerëzit që unë dua të përgatis, këta janë arkitektët, këta janë mentorët, këta janë drejtuesit që unë me shumë dëshirë, dashuri dhe dedikim
i krijoj ambient në programet tona që ata, kur them krijoj ambient edhe nëpërmjet trajnimit, që ata të krijojnë një aftësi të drejtojnë biseda, ku njerëzit hapen, siç na thot ky kodi 22, ti kupton pak më thellë nevojën e tyre, çfarë do të thot me pyetjen që bën, dhe të kesh aftësinë të bësh pyetjet e duhura në përgjigje të pyetjes së tyre, dhe të marrin përgjigje dhe mësim nëpërmjet asaj bisede. Dhe këto lloj biseda nuk ndodhin dot jashtë, as në kafenera, as në ambiente pune, sepse në radhë të parë njerëzit nuk hapen, duan të ruajnë kornizat e para, e dyta, sidomos te mu këtu në Shqipëri ne jemi dhe shumë dukemi sikur jemi social, por nga mbijetesa dhe nga lufta, nga konkurenca me njëri tjetrin, mundohemi të vendosim shumë korniza. Dhe duam të qëndrojmë në atë, të themi, fshehtësinë tonë. Por në ambientin e duhur, me energjinë dhe me drejtimin e duhur, njerëzit mund të hapin zemrën në një mënyrë që ku marrin inteligjencë. Jo hajde të flasim, edhe e folura ka një harmoni, ka një strukturë, ka një qëllim. Duke qenë që jam linja 6, çdo gjë thot në jetë duhet ketë një qëllim. Duhet jetë shumë intentional. Aq më tepër tani po mësojmë që qelisa e trupit e njeriut po shërohet duke i çuar ne fjalën dhe synimin. Prandaj, kur arrin të zhvillohen këto biseda në një mënyrë inteligjente, aty ndodh një hapje dhe zhvillim shumë i shpejtë, dhe këta e bashkëpërsërit të premten. Sepse nga ora 10 deri në 5 në ndënjën, ti nuk mund të bësh në kaq pak orë magjin aty. Por nga anë tjetër dhe mund ta bësh. Nuk mund të bësh të gjitha metodat, praktikat që ne donim, se në momentin që bashkohen njerëzit, nuk ka kufi. Ora 10:30 në zhvillim personal, 22 i thot do t'i lësh gjërat të rrjedhin. Nuk mbyllet se u mbyll këtu. Do t'i lësh gjërat të rrjedhin me mjeshtëri, pa e zgjatur, pa e stërzgjatur atë që nuk duhet. Por që njerëzit të marrin përgjigje, ata ahan që themu, edhe aty zhvillohet vetëdia. Pra ndërsa ti nuk mund të bësh 10 teknika në të njëjtin kohë, sepse nuk bëhen, disa gjëra duan vendin e duhur, kohën e duhur, por ama mund të sjellësh vetëdijen e njerëzve në një nivel shumë të lartë, shumë shpejt. Dhe ky është kapacitet shumë i lartë, ku ju po mësoni, po trajnoheni, është një nga metodat më efektive. Besoj jam e qartë çfarë jam duke thënë. Është më shpejt, më lart se sa mund ta bësh një teknik, po e provon një teknik, e bën një herë. Teknikat mund t'i bësh dhe në shtëpi, e mëson, por nuk ke në shtëpi atë njeriu e mençur, atë situatën të cilën mund ta dish të hapësh si shtresat e qepës. Çdo shtresë qepe është një metodë, është një terapi, është një formë kuptimi dhe pastaj shërimi apo zhvillimi. Edhe kjo ndodhi dhe të premten. Si Lorela të përmendëm ty dhe Sfinksin tënd, por folëm për inteligjencën emocionale, sepse ato janë mësuese, dhe u hap tema, edhe unë është e maniqme kur njëra nga mësueset aty, apo stafi, përmendi që një nga arsyet që do të ikin nga Shqipëria është sepse fëmijët janë agresiv dhe nuk arrit ta besoj dot këtë gjë. Ma ka thënë një mikesha jonë kur ishim njërë tek lodrat, pruri vajzën 2-3 vjeqe, dhe tek lodrat e fëmijëve na tregonte që fëmijët janë agresiv. Edhe e dëgjova përsëri aty dhe
filluam të kuptojmë çfarë është, pse i krijon dhe çfarë duhet bërë. Si mund të mësojnë ta fëmijë, si mund të mësojnë prindërit, si mund të mësojnë mësuesit. Por kjo nuk mund të bëhet më sepse aty zhvillohet shumë trajnim leadershipi. Dhe qëllimi im ishte të sjell aty, pavarësisht që ato vetë ishin shumë të hapura gjithashtu, dhe prandaj donin në ditën e 7 marsit një retreat të sjell një mençuri, inteligjencë, metoda, të cilat ato mund t'i përdorin, të hapin mendjen që shumë shpejt të fillojmë të bëjmë procese kuantike. Nuk bëhet më vetëm me mbledhje me fjalë. Sepse nuk vemi dot në shtëpinë e çdo prindi ta ndryshojmë. Nuk vemi dot në shtëpinë ose në çdo fëmijë ta ndryshojmë, por janë format kuantike të synimit, të energjisë që mësuesi shkon në klasë, të energjisë që prindi duhet të mësoj, si të marrim kurajo ky staf edhe ta përcjelli tek shkollat, sepse atë kanë trajnojnë drejtorët e shkollave, ta përcjelli tek drejtorët e shkollave me delikatesë dhe me gentilesë dhe forma të reja, sepse ndërsa bëhet shumë trajnime leadershipi, bëhet deri, nëse keni mësuar, keni dëgjuar ju të programit e dini, 6 nivelet e leadershipit, 6 nivelet e zhvillimit, deri në nivelin 3, shkohet në korporata, në organizata. Aftësi profesionale dhe kompetencë profesionale. 4, 5 dhe 6 nuk preket. Edhe gjithë puna jonë është të prekim nivelin 4, 5 dhe 6 dhe këtë bëm. Vlerë, sjellje dhe identitet, që është niveli 4 dhe i 5. Misioni është niveli 6. Në tabelën dhe piramidën e ndryshimit dhe të leadershipit. Pra ishin biseda që shumë shpejt u than aq shumë dhe u bën aq shumë gjëra, sepse krijohet një hapësirë e tillë. Dhe ky është qëllimi dhe im kur dal këtu në këto biseda live. Ju e dini që këto janë të formës së bisedave ku unë flas kryesisht. Dhe jam e sigurt që këto lloj biseda sjellin tek ju shumë ahara. Duhet ta dëgjojnë në fakt në këtë moment. Nëse ose kur ta ridigjoni, mund të shkruani në post, në koment, çfarë ju krijoi, çfarë haje në lidhje me kodin 22 për shembull. U thanë shumë gjëra. Çfarë ju morët sikur një aha, ajo krijon hapje shumë të madhe. Mjaft forma që folëm për si mund të zgjidhet një konflikt, edhe në formë të hapur, të drejtë për drejtë dhe në shumë hieshi. Në thot kodi 22 që është një nga master keys në manualin njerëzor. Atëherë urojmë të shihemi të martën për të vazhduar me matriksin dhe modelin e krijimit të impaktit tuaj unik, do ju jap komponentet këtij modeli të martën në Lighthouse. Në lidhje me retreatin, akoma nuk kemi faqen. Retreatin që është thjesht për fundjavë në 17 dhe në 19 prill në Green Village të Kepi Rodonit. Unë isha përsëri me Keidin të shtunën. Është një mrekulli sa herë që shkoj aty. Nuk dua të them shumë se dua ta përjetoni vetë se çfarë është në lidhje me zhvillimin e, unë e quaj ajo, klima e bimësisë. Aty është një nga vendet më të rralla në Shqipëri, çfarë është krijuar në atë vend nga krijuesi, apo unë preferoj të quaj krijues, pronarët, dedikimi i tyre dhe vëllë disa kam marrë fotografi ku ne do ham aty, çfarë pamje, nuk kam fjalë për vendin, është no comment. Ndërsa në lidhje me çfarë do zhvillohet aty, 2 gjëra mund t'ju them. Në mënyrë që mos të prisni atë faqen e regjistrimit, sepse edhe nëse shkruajmë atje, janë gjëra që shkruhen në faqe. Ju duhet kuptoni që eksperiencat nuk mund të shkruhen dhe të kornizohen. Veçanërisht eksperiencat e retreatit. Ka akoma disa nga ju që mendojnë në mënyra të vjetra, apo në ato nivelet, ka shkuar deri në nivelin e 3,
deri aty shkon kompetenca profesionale, nuk mund të kuptojnë më lart për momentin dhe dua t'ja u përsëris. Në këto eksperienca ne vendosim dhe në atë moment çfarë duhet të ndodhi. Çdo gjë shumë e organizuar, ka gjithmonë një standard shumë të lartë, çdo aktivitet dhe çdo retreat që organizojmë. Por nga ana tjetër, dy gjëra më kanë ardhur në mendje. Këto sigurisht meditim, qetësim, eksperienca sensual të krijimit të trupit femëror dhe një inteligjencë të butë femërore në jetë. Kjo është ajo ceremonia që ne quajmë sensual. Përketit edhe dy gjëra. Aty ka shumë vend për të ecur. Dua t'i drejtoj njerëzit të ecin, duhet të zhvillojmë fuqi trupore, fuqi fizike. Po vinë kohërata që njerëzit duhet të zhvillojnë vitalitet fizik. Edhe do ecim, edhe do shkojmë tek plazhi, edhe ka vende shumë të bukura për të ecur, duke respektuar unikalitetin. Ka njerëz që duan të rrinë zambakët e ujit, po ka dhe zambak uji atje. Çfarë nuk ka fjalë për bimësin. Ka njerëz që duan të rinë, shikojnë pamjen nga deti dhe ushqimi do jetë shumë i zgjedhur, organik, çdo gjë që ju e dini sa me kujdes si kemi, por kemi gjetur që në atë vend mund të realizohet ky kujdes, sikurse dhe vendi në Drimadhe, që është një vend spektakolar, por për weekendin e kemi këtu në Kepin e Rodonit 17 deri 19 prill. Që tjetër ishte që vendimi i ri ishte që ndërsa tham të vini me fëmijë, ndjejmë të dyja me Keidin që është më mirë të mos keni fëmijë, se do krijonte një çfokusi. Dhomat aty janë 2, 3 dhe mund t'jeni me shoqe, të krijoni komunitetin, ato bisedat e Oxhaku që unë them, ka dhe dhoma njëshe, ka vile aty, po në varësi për të patur një vlerë më ekonomike për ju, mund të ndani me shoqe, po mikesha që njihni aty, që do njihni aty, është më mirë t'jeni pa fëmijë, menduam, i lejojeni vetes një dhuratë, jeni me veten tuaj në qetësinë tuaj, në meditimin tuaj, në aktivizimin tuaj, në ecje, në krijimin e vitalitetit dhe të shijimit të gjithçka që ka në atë ekologji. Qoftë nga ana e të themi hapësira natyrore, por edhe hapësira fizike, ushqimi, ambientet e bukura. Unë aty jam si Lisa në botën e çuditërave kur shkoj. Atëherë, nëse nuk ka, na kontaktoni në DM, nëse nuk ka pyetje të tjera, vazhdoni të shihoni 8 marsin dhe kodin 22. Ju pafshim.